Jo. Edhe ne do të dëshironim një opozitë më të mirë, një opozitë serioze, një opozitë që nuk e ka luftën personale me askënd, por e ka luftën ideologjike. Ja që nuk e kemi këtë mundësi, dhe unë personalisht e kam shumë të qartë pse jam në një sulm personal që nuk më ka nisur as sot, as ditën që shkova në SPAK, por ka kohë që më ka nisur. Pasi ju nuk e falni as suksesin politik, edhe as njeriu që punon. Madje, ju nuk i falni ata që dallojnë as brenda radhëve tuaja, pa përjashtuar askënd nga ky krah. Ju nuk falni 8 humbje në 12 vitet e fundit. Dhe ju, përmes sulmeve personale ndaj secilit prej ne, padyshim mbuloni dështimin tuaj. Dëgjova këtu një thirrje pak më parë dhe më bëri shumë përshtypje. Dikush u ngrit nga radhët tuaja dhe tha të mos speremi me familjarët. Seriozisht, kur e vendosët këtë akt etik? Na njoftoni dhe ne, sepse ju nuk merreni thjesht me familjarët. Ju keni ngritur të vdekurit nga varri dhe i keni sjellë në përfoltore e në për parlamente. Unë jam përballur, kjo është hera e tretë, më duket? Zoti Sheaj, po prishni seancën, po pengoni kolegët të flasin, keni marrë 2 masa. Masa e tretë është heqja e drejtës fjalës, dhe pastaj mos thoni nuk ka hapësirë për të folur. Se nëse ju thyeni rregullore, unë jam i detyruar ta zbatoj rregulloren, s'mund të përdorim një standard të posaçëm për ju dhe një standard për të tjerët. Kështu që ju lutem, nëse vazhdoni, ky është paralajmërimi i fundit, do të merret masa dhe do hiqet fjala për ditën e sotme. Dhe nëse vazhdoni më tej, atëre zoti Sheaj në bazë të nenit 64, nenit 2, ju hiqet e drejta e fjalës për ditën e sotme. Ju lutem uluni për të mos kaluar te masa e 4. Ndjezoja Palluku. Unë me shumë prej jush jam përballur politikisht. Dhe jam përballur në fush betejë, aty kur duhet të dalin dhe të përballen burrat. Dhe shumë prej jush i kam ulur në gjunjë si ai që uluret. Vazhdojmë shumë. Zoti Sheaj, keni përsëritur disa herë shkeljen në bazë të nenit 64. O Agron, fraksion 3. Nuk bëhet politika me selfie, Agron. Nuk e bën me selfie. Largoni dhe lini sallën. Të duhet të dalësh të shësh të burrave e të fitosh, nuk bëhet me selfie. Zoti Sheaj, ju lutem lini sallën. Pronar i call centerave. Kaq do ngelesh, nuk do bësh dot politikan, do jesh një pronar i vogël i call centerave që nuk paguan sigurimet shoqërore dhe i mban ata dje me vajza me rrogë më pak se minimalja. Nuk bëhesh dot politikan, Agron, po nuk dolet në fush betejë. Nuk bëhesh politikan me Facebook, Agron. Duhet të dalësh të takosh njerëz, Agron. Nuk jemi në call center këtu. Zoti Sheaj, ju lutem lini sallën, keni marrë masën disiplinore të largimit nga seanca. Flito si burr. Ju lutem dilni. Ngele si soprano, flit si burr. Zoti Balla ka kërkuar fjalën, ndjes zonja zëvendës kryeministre, ka një ndryrje procedurë. Zoti kryetari i kuvendit, keni dhënë një masë për deputet largohet nga salla. 4. Po pra, masën e fundit të ju referova. Kërkoj të bëhem 5 minuta pushim, derisa deputetit largohet për të vazhduar normalisht seancën. 5 minuta pushim për t'i dhënë mundësi deputetit të lërë sallën.